Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Përshëndetje, jam një djalë 28 vjeç dhe dua t'ju tregoj një histori që më ka ndodhur me një grua në fshatin tim. Ajo është 47 vjeçe dhe jeton e vetme, pasi I ka ndëruar jetë burri prej ca vitesh. Shtëpit nuk I kemi shumë larg, vetëm disa rrugica me tutje. E për një kohë të gjatë nuk I kisha kushtuar shumë vëmendje. Por kohët e fundit, kur mbusha 28 vjet, fillova ta shihja me një sy tjetër. Pavarësisht moshës, ajo ishte një grua shumë e bukur. Ishte e shkathet dhe plot jetë. Filloi të më pëlqente jashtëmase, por unë kisha një problem të madh. Isha natyrë shumë e tërhequr, isha mjaft I ngathet në këtë punë dhe nuk kisha guxim t'i flisja hapur. Për të gjetur një arsye që t'i rrija afër, fillova t'i flisja sa herë që kaloja pranë shtëpisë së saj. Si je, si ke qenë? A ke nevojë për ndonjë ndihmë rreth shtëpisë? E pyesja gjithmonë. E ajo nuk më thoshte kurrë jo. Gjithmonë gjente ndonjë punë të vogël për të më ndalur. Ndonjëherë ishte ndonjë rregullim I një gardhi. Ndonjëherë lëvizja disa dru, e ajo më bënte shumë të qartë me fjalë dhe me sjellje që donte diçka më shumë. Ishte mjaft e lazdruar dhe më hidhte batuta dhe kunja që unë nuk dija si t'u përgjigjesha. Shpesh herë skuqesha, qeshja kot dhe nuk I dilja dot në temë. Një ditë e pash që kishte nxjerr shkallën për të krasitur disa pemë në obor. Hyra brenda dhe I thash që do ta bëja unë atë punë. Qëndrova aty gjithë ditën. Unë gjita në përdeg, preva ato që ishin tharë, e pastaj mblodha të gjitha në një cep. Ajo më rrinte rrotull gjithë kohës, duke me bërë bisedë nga më të ndryshmet dhe duke me ngacmuar vazhdimisht. Kur ra mbrëmja dhe unë po bëhesha gati të ikja, ajo doli tek dera. Tani që mbarove, eja brenda të ham dark bashkë sonte, më tha ajo. Mua më kapi një panik I papar. Me erdhi aq turp nga jo ftesë e drejt për drejt, sa që fillova të belbezoja. I thash që kisha punë të tjera, që po me prisnin në shtëpi dhe I kam me nxitim si kur po vrapoja, e nuk u ndala fare. Por, kur isha në shtëpi, gjithmonë mendja me rrinte tek ajo, por nuk dija se si ta hiqja këtë turp që kisha. Kaluan disa ditë nga jo ngjarje dhe unë nuk po I dilja përpara, sepse nuk dija më si të sillesha kundrejt atyre ngacmimeve të saja. Por fatmirësisht, ajo nuk e kishte ndërmend ta linte me aq. Një mëngjes, erdhi vetë tek porta ime. Më tha se kishte ardhur koha për të lëruar tokën dhe me qenë se unë kisha një traktor, më kërkoi të shkoja e t'ja punoja tokën. Do ta paguaj punën si gjithë të tjerët, më tha ajo. Patjetër që pranova, jo për lekët, por sepse doja vetëm ta shihja prap. As më mjaftonte atëherë,
vetëm një shikim i saj, sepse nuk dija më shumë. Por livadhi i saj nuk ishte afër fshatit ton. Ishte një tokë mjaft e madhe, e shtrirë në një zonë më të izoluar. Edhe pse dija pothuajse të gjitha tokat e fshatit, se kisha ditur që atë livadh të madhe kishte ajo. Ajo që binte në sy në atë livadh ishte rrëthimi. Ishte i qarkuar nga të katër anet me gardhe shumë të dendur, ferra të larta dhe pemë të shpeshta që nuk lejonin askënd nga rruga të shihte brenda. Ishte pothuajse një vend krejtësisht i mbyllur dhe izoluar. Shkova atje me traktor dhe fillova nga puna. Dita më dukej shumë e gjatë. Ajo nuk ishte aty. Unë thjesht po punoja dhe po leroja me traktorin tim. Ishte një rrëmuje pa parë. Ishte një tokë që kishte vite që s'ishte punuar. Rrëmuja, zhurma e traktorit dhe dheu me mbajtën të zënë për orë të tëra, por unë po bëja punën time. E syt me rinin tek rruga, duke pritur dhe shpresuar që ajo të vinte. Kur kisha liruar më shumë se gjysmën e parcelës, pash që ajo po vinte nga shtegu me një torbë në dorë. Me një herë fika traktorin, sikur me kishte ardhur koha e pushimit. Por edhe ajo më tha, eja, lere punën pak tani se u lodhe. Eja të ham buk. Ajo me kishte shtruar një batanie të vogël në një pjesë që kishte hije, mo buzët i kardhit e lartë e të dendur, ku nuk dukej asgjë. E ulëm të dy aty. Unë fillova të haja, ndërsa ajo shihej qartë që nuk e kishte mendjen të kushimi. Me shikonte nga koka të këmbët, me buzëqeshte, e filloi dhe të kafshonte buzën. Filloi prap me ato provokimet e saja. Asaj s'ja ndjente e unë kisha turp. Ajo fliste lirshëm, me thoshte fjalë provokuese dhe unë prap po rria i ngrirë si një hugardhi. Vazhdimisht bluaja në mendje se si t'i ktheja përgjigje kur ajo më ngacmonte. Por fjalët s'me dilnin e me kishin ngecur në fyt. E ajo nuk e zgjati më. E paqen nga unë nuk po I vinte as një veprim. E ndërsa unë po mendoja, ajo lëvizi nga vendi I saj. U hodh drejt meje, me kapi dhe u lëshua për të më puthur. Unë nga hetimi dhe nga turpi, instinktivisht, u shtyva pak më mbrapa, sikur doja të largohesha. Jo, I thash, sepse kam turp se na shen do kush. Ajo qeshte dhe me kishte kapur për dore e me tërhiqte me fort. Jo ore qyqar, me tha ajo, këtej s'kalon as një njeri, e di unë këtë punë. Dhe mu ofrua prap duke me puthur. Unë kisha akoma frikë, isha në siklet të madh. Aman se mos bëhemi gazi I botës po na pan, I thosha unë. Rri urt, me thoshte ajo, dhe me puthte prap, pa vrarë mendjen për fjalët e mia. Kur pash që ajo nuk ndalej, dhe unë e fakt e doja atë gjë, u dorëzova plotësisht, e nuk I rezistova më. E në fund, kur u shkëputem për një moment, e pash I trembur dhe I thash, të lutem, mos I trego askujt për këtë. Ajo me pa me atë sigurinë e saj të madhe dhe me tha, kur jam duke të puthur, të lutem dali llafet, të premtoj që s'ka për ta marrë vesh askush. Dhe filloi të me puthte prap. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.